Në raportin e fundit të publikuar nga Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve për vitin 2023 janë raportuar 1027 raste të reja të fëmijëve në situatë rruge, ndërsa për 2024 nuk janë bërë ende publike shifrat zyrtare. Por çfarë ndodh çdo ditë në rrugët e Tiranës? Piranjat kanë kryer një investigim rrugëve të kryeqytetit ku fëmijë të grup moshave të ndryshme dalin në rrugën e makinave duke kërkuar lëmosh e duke mos shkuar në shkollë si bashkëmoshatarët. Për ditë këtu? Po. Çfarë moshë ke? 12. Dal herët? Po. Ka një sa herë, Po të shkollastik? Jo. Çe klasë do të ishin? Klasë 7. Me kë ke dalti? Ku e ke marrë? Del për ditë? Sa lekë bërsa? Pa pini. Pini drogon. Grom? Do drogi. Jo, rrofsh. Dhe në qa orë rinin? Njët natës. Kur fleti, se 6 orë. Qa bon shëvi? Jo. Por sa funksionon zinxhiri i drejtuesve më në krye Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, pasi operatorët e linjës së këshillimit marrin telefonatën, detyra e tyre është të raportojnë tek skuadrat e terrenit në njësitë e mbrojtjes së fëmijëve pranë bashkisë, dhe këtu vjen pjesa e vështirë, ajo e largimit të fëmijëve nga rruga. Për këtë pritet të vinë punonjësit e bashkisë, por pas 45 minuta shpritje askush nuk erdhi. Por ka edhe grupime të tjera si fëmijët e shpërndar nëpër lokale gjatë natës, ndërkohë që sërish askush nuk përgjigjet nga institucionet në fjalë. Në këtë situatë, Piranjat takojnë drejtoreshën e Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen dhe të Drejtat e Fëmijëve, zonjën Alma Tandili, e cila shprehet se ka bashkëpunuar me instanca si policia dhe prokuroria për identifikimin e këtyre fëmijëve, ndërsa për sa i përket situatës së evidentuar nga Piranjat duket e painformuar, madje për të shmangur përpiqet i hedh fajin qytetarëve për lëmoshën e dhënë e jo të marrë masa për institucionet që duhet të kujdesej vetë. Është një sfidë të cilën ne duhet kemi edhe me qytetarët të cilët i japin lëmoshën, pra që nuk duhet t'i japin. Unë nuk e di domethënë për këtë gjë, se nuk është se jam informuar. Kjo ndoshta e ka një arsye që lidhet me mosprezencën e saj në institucionin që duhet të drejtojë, por me të përballur me të vërtetat në formën më agresive, zonja Tandili akuzon gazetarët për situatat për të cilat është vetë përgjegjëse. Unë se përshën në punë. Patën e zyra që ndodhen të kjo. Po ju s'mund mani atë gjendën time. Sot do jem në zyrë. Të lutem mos e ktheni personale dhe mbroni fëmijët. Institucioni im është institucioni me nivelin më të lartë përfaqësimit, sepse unë jam një profesionist aty. Nëse dojnë ta ktheni personale, ktheni personale.